Brigitte Bardot, aktoreja franceze e viteve 60 që u bë aktiviste për drejtat e kafshëve, vdiq në moshën 91 vjeçare. Brigitte Bardot, simboli seksual i Francës në vitet 60, që u shndrua në një nga sirenat më të mëdha të ekranit të shekullit 20 dhe më pas aktiviste militante për të drejtat e kafshëve dhe mbështetëse të djathtës ekstreme, ka ndruar jetë. Ajo ishte 91 vjeç. Bardot vdiq të dielën në shtëpinë e saj në jug të Francës, sipas Bruno Jacquelin nga Fondacioni Brigitte Bardot për mbrojtjen e kafshëve. Duke folur për Associated Press, ai nuk dha shkakun e vdekjes, por tha se ende nuk kishin bërë rregullime për ceremoni mortore apo për kujtimore. Ajo kishte qenë e shtruar në spital muajin e kaluar. Bardot u bë yll ndërkombëtar si një nuse adoleshente seksualizuar në filmin e vitit 1956 And God Created Woman, e drejtuar nga bashkëshorti i saj i atëhershëm Roger Vadim. Filmi shkaktoi skandal në skena ku Bokorashja këmbëgjatë kërcente mbi tavolina nudo. Në kulmin e një karriere kinematografike që përfshiu më shumë se 2 dozina filma dhe 3 martesa, Bardot bë simboli një kombi që polirohej nga respektativiteti borgjes. Flokët e saj, bjond të rregullta, trupi i saj sensual dhe qëndrimi i saj i shkujdesur e bën një nga yjet më të njohura të Francës, edhe pse ajo luftonte me depresionin. Aq e madhe ishte johuna e saj sa në vitin 1969 tiparet e saj u zgjodhen si model për Marianne, simbolin kombëtar të Francës dhe vulën zyrtare të Republikës. Fytyra e Bardots u shfaq në statuja, pulla postare dhe monedha.